Të premte mbrojtja e Recep Selimit ka mbajtur fjalën e saj përmbyllëse duke argumentuar se provat e prokurorisë specializuare janë të kontradiktore dhe nuk tregojnë për fshirjen e drejtpërdrejtë të Selimit në krime lufte. Avokatët e tij theksuan se përgjegjësia dhe njohuria e ish-deputetit Kuvendit të Kosovës për veprimet e UÇK-s ishte e kufizuar dhe çdo akuzë duhet të trajtohet me kujdes. Sipas mbrojtjes, kërkesa për 45 vjet burg për Selimin do të përbënte një dënim të përjetshëm, i papërshtatshëm dhe jashtëligjshëm. Në të njëjtën ditë, mbrojtja e Jakub Krasniqit, ish-kryetarit Kuvendit Kosovës, nisi fjalën përfundimtare duke paraqitur argumentet për pafajësinë e tij. Zyra e prokurorit të specializuar nga ana tjetër ka kërkuar dënimin e 4 ish-krerëve me 180 vite burg në total për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke e konsideruar përfshirjen e tyre të drejtpërdrejtë në aktivitetet kriminale të UÇK-s gjatë luftës në Kosovë. Gjykimi, i cili ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, po zhvillohet në një atmosferë të tensionuar, ndërsa përfaqësuesit e mbrojtjes dhe prokuroria prezantojnë fjalën e tyre përfundimtare para trupit gjykues. Vendimi pritet të ndikojë jo vetëm me fatin e ish-krerëve të UÇK-s, por edhe në perceptimin e drejtësisë për krime lufte në rajon.